Sot gjatë ditës së 17 qershorit 2026, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve planifikon që të përfundojë numërimin e të gjitha votave, pra të atyre me post, të atyre me kusht dhe ata të personave me nevoja të veçanta. Ne për momentin gjendemi në qendrën e numërimit dhe rezultateve për procesin edhe për dallimet e procesit të numërimit dhe rinumërimit të votave. Këtu pranë vetes e kam edhe zëdhënësin e KQZ-s Valmir Elezi. Valmir, fillimisht kisha dashur me ditë qysh ka shku procesi prej 7 qershorit deri më sot, a keni mujt me vërejt qoftë edhe anomali duke e ditë se çka ka ndodhur në zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit? Po do thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke filluar pas ditës së zgjedhjeve, pra nga data 8 qershor ka filluar me aktivitetet pas zgjedhore, të cilat kryesisht përqendrohen në qendrat komunale të numërimit, 38 sa janë gjithsejt edhe në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Nga këto qendrat komunale të numërimit kanë qenë 2 aktivitete kryesore, verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët që janë vlerësuar në vendvotime, si dhe numërimi për herë të parë i votave të kandidatëve për deputet. Ndërkaq në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, aktivitetet përqendrohen kryesisht në numërimin e fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, siç janë ato me post dhe me përfaqësi diplomatike, si dhe numërimi votave me kusht të personave me nevoja të veçanta. Ne sot jemi në fazën përmbyllëse të numërimit të gjitha fletvotimeve. Pritet që mos me shku shumë gjatë deri në certifikim të rezultateve. Sigurisht kjo ka mohuar edhe prej ankesave potenciale në panel zgjedhor për ankesat para shtresë dhe në Gjykatë Supreme. Planifikimi i KQZ-s, qysh në fillim të këtyre zgjedhjeve ka qenë që shpallja e rezultateve të bëhet deri më së largu deri më datë 26 qershor. Në rast se nuk ka ankesa kuptohet dhe pastaj certifikimi deri më datë 6 korrik. Këto planifikime do të thotë janë marrin parasysh të drejtën e subjekteve politike për të parashtruar vazhdimisht ankesa në administrim në QNR apo edhe përvojën si themi nga proceset e kaluara zgjedhore. Ne po besojmë që jemi në udhë të mirë që shpallja e rezultateve të bëhet më shpejt se sa është planifikuar. Por, sigurisht se ne do të presim të shohim nëse do të ketë ankesa ndaj procesit që përfundon në QNR. Po besoj ajo që na intereson zgjedhëve edhe votuesve, e dim që në zgjedhjet e fundit janë evidentu shkelje në qendrat komunale të numërimit, ku janë vërejt dallime në votat e kandidatëve për deputet. A mundesh më tregu, a ka pas në këto zgjedhje, a ka mujt KQZ-ja me evidentu ndonjë shkelje të tillë, po edhe cilat janë ato masat që janë ndërmarrë paraprakisht që me e pamundësu një anomali ta quajmë të numërimit të votave? Me qëllim që të adresohen problemet me cilat jemi ballafaqohuar në zgjedhjet e fundit, të cilat kanë pasur të bëjnë me mos evidentim të saktë të numrit të votave të kandidatëve për deputet. Atëherë ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve kemi marrë vendim, antarët do thotë Komision Qendror të Zgjedhjeve kanë marrë vendim që të plotësojnë dhe ndryshojnë rregulloren zgjedhore për funksionimin e qendrës numërimit dhe të rezultateve. Dhe ideja e këtij plotësimi dhe ndryshimi është që KQZ të mund të vendosë për rinumërim deri në 10% të vendvotimeve për të parë, për të vërtetuar nëse procesi i numërimit të fletvotimeve që është bërë në qendra komunale të numërimit është zhvilluar me saktësi. Pra, KQZ mund të vendosë dhe do ta qartësoj do të gjatë ditës së sotme eventualisht deri nesër, rinumërimin i cili do të bëhet në qendrën e numërimit dhe të rezultateve. Ky rinumërim do të bëhet pasi të përfundojnë këto aktivitete të cilat janë duke zhvilluar sot të mërkurën në QNR. Valmir, unë e përvrej një ndryshim prej zgjedhjeve të kaluara kur kam qenë në qendrën e numërimit të rezultateve. Në tavolina ka qenë nga një monitor, tash po i shoh 2 monitor. A mundesh më shpjegoj cili është dallimi, pse është bërë ndryshim prej KQZ-s, edhe sa di unë, i njëjti proces që ndodh në qendrën e numërimit të rezultateve ka ndodhur edhe në qendrat komunale të numërimit, a ka ndodhur ky ndryshim me monitor edhe atje? Cila ka qenë ideja? Mënyra se si janë të vendosura grupet të numërimit dhe pastaj edhe vëzhguesit, monitorët është ngjashme si këtu në QNR ashtu në 38 qendra komunale të numërimit. Pra template është i njëjtë për të gjitha këto qendra dhe natyrisht se kjo vendosja e 2 monitorëve është bërë me qëllim që të gjithë anëtarët e ekipit të numërimit të shohin njëri tjetrin se çfarë punojnë gjatë numërimit të fletvotimeve. Pra,
siç mund ta shihni edhe nga grupet e numërimit, pra antarët që përbëjnë grupin e numërimit, të cilët zakonisht janë 4, mund të shohin numërimin e fletë-votimeve që bëhet, i cili bëhet nga kolegët, nga numëruesit. Dhe pamjen të cilën natyrisht e shohim në këta monitor të vogël të gjithë antarët e numërimit, e shohin njëjtë edhe vëzhguesit të cilët janë ulur në anën tjetër të hapësirës.